Gjykata administrative rrëzoi padinë e Erion Veliajt kundër prokurorit Ols Dado për çështjen e emërimit si prokuror. Veliaj humbri betejën me Dadon, i cili e hetoi dhe ngriti ndaj kryebashkiakut 13 akuza penale. Gjyqtari Hasbi Balliu dha vendimin me argumentin se ai ka interes të tërthort dhe jo të drejt për drejt në këtë çështje dhe përrjedhoi nuk legjetimohet. Gjykata rrëzoi gjithashtu kërkesat e Asociacionit Kombëtar të Medias dhe Drejtësisë dhe ish prokurorit Tom Dedaj për të bërë pjesë e procesit si ndërhyrës kryesor. Dedaj pretendoi se ishte shkarkuar padrejtësisht nga ish krye prokuroria Ina Rama me qëllim që në vend të tij të emërohej Ols Dado. Erion Veliaj ka pretenduar gjatë gjithë procesit se Ols Dado po e mban në mënyrë të paligjshme në burg, pasi sipas tij vetë prokurori nuk e gëzon statusin e rregullt ligjor. Ishte një vendim i pritshëm. Unë kam paralajmëruar disa herë edhe para jush, dhe vetë fakti që mënyra se si u zhvillu procesi dhe si u zgjat procesi për një element procedurial që besoj është në sytë e publikut dhe në sytë tuaj shumë i qartë që duhet pranuar. Vetëm mënyrë për të shpëtuar nga shqyrtimi në themel i të vërtetës ishte mos legjitimimi. Më shumë se sa pranimi një padije është një test për sistemin dhe në këtë rast të gjykatës administrative se sa ka aftësinë për të vetë korrigjuar problematika që sistemi ka. Në asnjë moment gjatë gjithë të procesit zoti Dado nuk ka thënë që unë jam prokuror i emëruar në mënyrë të ligjshme. Sistemi nuk e ka treguar, nuk e tregoi aftësinë për të vetë korrigjuar. Nuk e tregoi aftësinë për të shqyrtuar problematikën që vetë sistemi ka, dhe mendoj që nuk ka problem më të rëndë se sa emërimi i një prokurori që sot ushtron funksionet pa atribute ligjore në mënyrë krejtësisht paligjshme me akte absolutisht paligjshme. Sigurisht që menjëherë do të shkojmë në apel me të pasur vendimin e zbarur nga gjykata. Ne do të ndjekim deri në fund këtë dhe mendoj që sado vonë të jetë, sigurisht që ne do fitojmë këtë çështje sepse është një fakt që tashmë nuk ka njëri në Shqipëri që nuk e di që është kështu sistemi. SPAK hetoi Erion Veliajin dhe e vendosi në masën e arrestit më 10 shkurt 2025. Ndaj tij, bashkëshorte Sajola Xoxa dhe disa të pandeorëve të tjerë janë ngritur akuza të rënda për të cilat po zhvillohet procesi gjyqësor në gjykatën e posaçme. Deri më tani, Veliaj, pavarësisht përpjekjeve ligjore, nuk ka mundur të ndryshojë dot masën e sigurisë.